Kush je ti? Ç'bën këtu në këtë orë? Mirë mbrama. Jam gruaja e zotrit Tarik. Më të kërkoj të merja ca dosjet të tij, me që isha afër shkollës, prandaj edhe erdha. Prandaj jam këtu. Zonjë, nga ta di se jeni vërtet gruaja e Tarikut, ti telefonoj dhe ta pyes atëherë. Apo dyshon të konti më thuaj? Ja, shiko. Unë, vajza ime dhe Tarëku. Zonjë, s'është e përshtatshme që të jeni këtu në këtë orë. Zotri Mimtaz ka dhënë urdhër që askush të mos hyjë në shkollë jashtë orarit të punës. Më lejoni t'ju shoqëroj deri te dera. Por ato dosjet? Në rregull, merri dosjet dhe pastaj dil. E po nuk e di se ku janë dosjet. Nuk I gjeta dot ashtu. Në rregull, le të vive Tariku t'i marr. Mos të shkaktoj edhe më shumë telashe. Po dalun tani. A ke ftohtë? Nuk kam ftohtë. Po dridhesh nga të ftohtit. Na merre vishe këta. Mos e qaj kokën tënde për mua. Ti shikoje vetën tënde. Po s'mundem të injoroj dikë që po dridhen nga I ftohti. Merre dhe mos më fol për dëshe, por vishe këta. Të thash që nuk e dua? A do më detyrosh? Nuk e dua! Po mirë. Ti e din vetë. Çfarë duke bërë ti? Po admiroj yjet. Shiko për fat të mirë s'pas ka asre. Ja e atje është ylli polar. Po, e pash. Ja, shikon dhe e atje një ylli zemëruar dhe I hidhur. Do shta I njeh kush është. Shiko, pas ka dhe një yll tjetër atje. Ashtu I pamëshirshëm dhe pa emocione. Duket njësoj si ti. A e she? Jo, mendoj se është shumë I lezetshëm. Si pas me është mendje madh. Ja shiko, ja edhe një tjetër. Shi si bën në dër, nuk hesh kur. Për mua e ke fjalën. Po e vërtet për ty. Çfarë po bën re? Largo!
Çfarë ke më Aslı? Pse je e zemëruar? Unë ty, a nuk të thash të rrish larg meje? Pse po më afrohesh drejt e në fytyrë? Hiq ma këtë gjaketën tënde? E po mirë mëngjesi dhe ti, zonja Nevrike. Kemi ngesur në një vrim të vogël në mes të pyllit, kisha ftohtë. Dhe prandaj tu afrova, ç'të keq që kam bërë. Hajde më thuaj. Mirë, na pas ke shpjegim për gjithçka. Pastroje një herë fytyrën tënde ti, Ku? Në këtë anë? nga ana tjetër. Ore, unë të tregova mirë me gisht aty. Në balle kam ende. Kam prap? Me qëllim po e bën, apo jo? As mund të rrish vetëm pak serioz? Është shumë e vështirë për moment. Ufja! Duhet të gjejmë ndonjë rrugë dalje ne, të dalim nga këtu. Ja. Edhe nëna ime do e shqetësuar shumë. Edhe ashtu sa u shërua gruaja? Mos u shqetëso, se kam për në gjetur. Ç'ishte ajo? Prit veç pak. Ma mbaj këtë? Oh, djalosh, sa mirë. Zot që shpëtuam. Djali, a shkon e thirr në kënd me njerë? Mirë, Xhaxhi, do shkoj me një herë. Shpëtuam? Aslı! Ku je bia ime? Ozan! Ozan! Aslı! Uroj të kenë ngrënë në ujqërit, Ozan. Ose ti është bashkangjitur babait tënd të dashur. Xhaxhi, po kërkoni vajzën dhe djalin që humbën, apo? Po? Unë i gjeta ato. Ku është to? Kishin rënë në një grop, jam mu atje. Mirë, hajde. Hajde dhe më trego. Më trego se ku jam. Eja. Në fakt s'dua të fjalosemi. Por po nuk e thash do më mbetur në fyt. Ti e fto vetëm për shkak të Berçinit. Është e padrejtë të më kritikosh që nuk e dua Berçinin, por je duke e parë vetëm në këndvështrimin e saj. Dhe prandaj nuk e kupton se si shoh gjërat unë. Ndoshta ty nuk mund të kuptoj si ndjesh. Por Berçinin po e kuptoj shumë mirë. Por ndoshta mua më pëlqen dikush tjetër. Pase ka ëndrat e mia për ndonjë vajzë tjetër. Si? Dikush që s'është rritur me lugë argjendi për shembull. Dikush që s'është ajllasuar. Dikush që di të luftojnë për mbijetesë. Do një vajzë ndershme, kokfort. E do edhe të jetë nevrike, më dje. A nuk ka rëndësi se si ndihem unë. Aslo unë s'jam... Nuk jam aq i pamëshirshëm, se sa ti e mendon. Thjesht nuk mundem që t'i shpreh ndjenjat e mia hapur si të tjerët. I mbyll në veten time. Ozan, përse po mi tregon tani këto gjëra ti? Ku janë? Ja këtu. Asla. Unë kam shumë kohë që kam dashur që... E Rini, si po ja dini? Mirë, mirë. Shpëtuam, falë Zotit. Na friksua ta shumë. Por më në fund ju gjetëm.
Aslı, përgjigju bia ime, ku je? U gjetë ndonjë gjë? Ende jo, po do t'i gjejmë. Po sigur të mos I gjejmë. Po t'i ndodh diçka pjesë time, Tarok, çfarë do të bëj unë? Tarok, çfarë do të bëj? Hedije, mos u dorëzo të lutem. Bëhu e fort. Do t'i kërkojmë në secilin cep nëse duhet dhe do I gjejmë. Helikopteri do t'arri për ca orë. Do t'i gjejmë, të lutem, më beso mua. S'më intereson për asgjë. Ja, tani kur do t'vinë, do t'vi helikopteri. Edhe do t'i gjejmë, besom në fjalët që t'i them. Asta në kam si bien time. Dhe të premtoj që do të bëj çdo gjë që mundem për Aslën. Ozan! Kemi që dje që ju kërkojmë. Si jeni ju dy? Mos jeni lënduar? Mimtaz, bol na bezdise ose na nxirr prej këtu ose telefonon dikë. S'më paska gënjër instikti. E kisha një parandjenjë që do ishit këndej. Ndryshe, do ishte vështirë. Do ju kishim gjetur. Mimtaz, a e din që kemi ngjecur këtu që dje? Jemi të uritur, të lodhur dhe të acaruar. Ose na nxirr jashtë ose telefonon dikë tjetër. Në rregull Ozan. Boll fole. Ere tani më ndihmo ta nxjerr vajzën. Ej Asle. Hajde Asla. Në rregull. Ej abi. A je mirë? Mirë jam. Faleminderit. A je I sigur që më nxjerr dot, nëse jo merr dikë më të ri. Mjaft, fole kaq shumë Ozan, shtrëngo tani. Hajde. A jeni mirë? Më duket se ndrydha krahun. Nuk është ndrydhje, po të ishe s'do mundesh të rinë. Ora prit se s'po mundem. Mos u shqetëso, do përkujdesim mjekët. Të faleminderit shumë. Hajde më. O shpirt, bia ime e mirë. Sa u të merrova më bi. Çdo bënim po të ishe lënduar. Zoti të ka mbrojtur bia ime. Në rregull, në shpirt. Në faktisi kisha frikë se mos e murëshe prapë nga shqetësimi për ne, shumë po friksova. Mos ke frikë, zemre ime, mos ke frikë, jam mirë, mos u shqetëso. Ishte një mangth. Fal Zotit mbaroj. Hajde, pini pak çaj të ngrohtë. Hani ndonjë gjë të lehtë. Mimtaz, më fal, nuk di si të të falenderoj edhe ty. Po të mos kishe qenë ti, do ishim ende duke kërkuar. Zoti ju bekofti juve, Zoti Mumtaz. A ju them shumë krahu? Jo, mirë jam. Nuk ndjej dhimbje kur shoh nënë fëmijë krah për krah kështu. Jeni të gjithë shëndoshë mirë tani. Qoftë kaluar. Se s'kan lajmëruar ende ata? Babi yt po kërkon. Urdhno Tarik. Alo, Sibel? I gjetëm Ozanin dhe Aslën. Doja të jap lajm. Mirë, gëzohem shumë. Si e kanë gjendje? Të dy janë mirë. Kishin ngjecur në një grop deri në mëngjes thjesht. Ishin uritur dhe ftohur, kaq. Kur do të kthehesh ti? Nuk e di. Kur të përfundoj punë këtu. Po e mbyll tani. Në rregull. Çfarë tha? Ha gjetën ndonjë gjë? I pas kanë gjetur. Kishin ngjecur në një grop deri në mëngjes, por qenë kanë mirë si duket. Deri në mëngjes? Me të vërtet? Do kenë fjetur e do jenë përqafuar deri në mëngjes ata. Kush e di se çfarë kanë bërë mes vete ata? Mos e kanë lënë mend voj vajza ime. Kishin ngjecur në mes të pyllit, vërtet që kishin menduar për atë punë. Sigurisht që po. Të dy plotësisht vetëm deri në mëngjes. Atmosferë perfekte. Zoti e mallkoft. Ozani shpëtoi shëndoshë mirë.
E të në vend që të lumturohesh, po që me endesh këtu? Nën, unë dojtë të kisha qenë pranë Ozanit, jo Aslı. Do më ikip nga duart plotësisht. Berqin! A dëgjon kjo vajzë ndonjëherë? Berqini, po të këshim bajtur mend vendin e gropas, do i këshim gjetër shumë më shpejt. Do ketë qenë e friksuar. Është normale mos t'i kujtohet. Do doja mos ty kishte lënë aty. A i ku të kërkon të ndim në shpirt. Përveç kësaj isha pa vedije unë aty brenda. Që të kishte bërë vajza vet aty? Shqyr zotit që nuk i ndodhi ndonjë gjë e keqe. Kalohej tani të lutem. S'ka nevojë të mendosh për këtë. Vetëm herën tjetër kujdes. Shumë faleminderit, profesor. Zhiride, dashurojme. Të ikim ne para se të bëhet shumë vonë. A i sigur që mund të vëzisësh ashtu? Mund birë. Hajde mbaro së ngrëni dhe të nisemi. Unë do marrë Aslën dhe e Hedien me vete. Mund të mblidhemi në një makinë. Në shpirt ka nevojë të ngushtohemi shumë? Mund të shkoj me profesor Tarikon. Nën, po vinë. A Aslı? Në ngrive gjakon, ku ishit ju? Mirja, mos u shqetëso. Thjesht patëm një adventur të vogël, kaq. Zemër, ta dije sa të tmerruara ishim. Hedie, duhet të ruhemi nga syri i keqne. Po, me të vërtet, motër. Sinqerisht na ka marrë më sysh. Zotri Tarëk, mirë se vini ju. Hejani brenda të pini një çaj. Ndë një ditë tjetër, po kthehem në shtëpi. Gjithë kjo qofte kaluar. Faleminderit shumë, profesor. Përshëndetje të shtëpisë nga unë. Eja, të flasim me ty. Mjaft. Boll qave tani. Mblidhe vetën. Më shiko mua, do merresh me këtë situacije e rritur. Do i flasësh Ozanit dhe do i thuash ta harroj atë që keni folur. Por, pastaj çfarë? Më dëgjo mua. Nëse ti nuk e bën këtë që po ta them unë ty, do i prishësh marrëdhëniet me Ozanin. Gjithçka ke bërë mbarzira. Por këtë herë nuk do e tregosh. Mos u dorëzo derisa të kesh Ozanin në duart e tua. Nën, unë të thash që bëra çmos, por nuk funksionoi asgjë. Nuk e bërë çmos, Berqin. Do fillosh nga e para. Do bëhe shoqe me të dy që të rish pranë Ozanit ti e këtë herë. E ndërkohë, fshehurazi, do flasësh keq për Aslën. A më kuptove? Dhe tërë babi, që hulaj ftyrën. Nuk do të tërsohem. S'do e lë Ozanin në duart e Aslës unë. Nuk do të tërsohem. Si bra. Po thua që deri në mëngjes keni qëndruar në grop dhe nuk keni thënë as edhe një fjalë. Pret ta besoj. Sigurisht që folëm. Nuk ishte qetësi totale, pra. E çfarë folët atëherë? Më trego pra, mos më lër peng. Çfarë ndodhi? Ja, s'folëm për gjë, as nuk ndodhi asgjë. Por pak para se të vinte zotëri tas, sikur filloi të më thonte diçka, më duk sikur do më tregonte ndjenjat e tij për mua. Çfarë ndjenjash? E lyll. Mendoj se Ozani më do mua. Të paktë nga ajo që deshe të më thoshte. Edhe ti ke ndjenja për ta? Nuk mund të gënjej ty. Ja, njeriu s'mund të mos ndikohet. U solla shumë inatçore. Thasha shumë gjëra.
Megjithatë, ai u solla aq i ngrohtë, aq i vëmendshëm. Më pëlqeu shumë ashtu. Çfarë do të thotë që të pëlqeu? Shpirt, nëse ti e do dhe ai të do ty, pse nuk bëheni çift? Do të ishte më e lehtë. Ka një problem tjetër. Bergjini. Bergjini? Ç'lidhje ka ajo me këtë? Edhe Bergjini e do Ozanin. Çfarë po thua? E ti nga e di këtë gjë? Vetë tha ajo. Në fakt, për këtë arsye, shkuam në shtëpinë malore. Më trego gjithçka me njëherë, çdo detaj.